Prezenca e shejtanit të ndërgëzër e fuqizon lidhjen e robit me Allahun te barekuhu teala. Nga se ti e përballë një armiku që nuk mund t'i dalësh përpara përveç se me lidhjen me Allahun te barekuhu teala. Kjo është pjesa e vetme që të bën me qenë në e përsinë e tij. Nga se ai është në aspektin e pozicionit në pozicion më të favorshëm. Nga se ai të shetë nuk e sheh. Zakonisht e ke pa armiku kërkon një pozicion që të sheh mirë, e ti nuk e sheh. Kjo është mjaftueshëm, domthon pozicioni i favorshëm i tij. Pastaj ka mundësinë e afrimit, nëse ka mundësinë e afrimit. Pastaj ka përvojë shekullore në devijim, na jemi tri, nuk dim. E shumë tjera që e bëjnë të favorshëm. Gjitha këto favore që i ka shejtani në raport me ne, në betejën kundër neve, janë pa rëndësishme, janë komplet pa ndikim kur lidhen me Allahun te barekuhu teala. Andaj ti kur ik pi shejtanit kush kanë? Te Allahu xhelalu ala. Prandaj një armik që qënë tek Allahu është hajër. Një armik që tidh me Allahun xhelalu ala është hajër atë. Ja shehajën atë. Prandaj në bazë të egzimit shejtanit na lidhen me Allahun xhelalu ala. Në kohë të lidhjes e mësojmë pozicionimin. Nga cila pozit duhet reaguar. E kuptojmë rreshtimin, ku duhet rreshtuar, me kë duhet bërë, me kë një, me Allahun apo me shejtanin. Dhe shpesh edhe rreshtimi i dur është zgjidhje për shumë probleme. Kur e kuptojmë me kë duhet rreshtuar, me kë je, e këtu është zgjidhja. Nga ne disa probleme për shembull edhe bashkëtorë, edhe familjare, po edhe shoqërore, kur ne jemi të konfliktuar mes veti, një pyetje u bën. Mirë, kjo qasje kështu kujt i shërben, e kjo qasje kështu kujt i shërben. Përgjigjja është zgjidhja. Jo valla, kështu të shejtani don. Apo mirë, ku do të më rreshtuna? Këtu, që zgjidhja. Nga ne zgjidhja është thjesht vetëm rreshtim. Nuk ka më shumë fjalë për zgjidhjen përse rreshtimit. Rreshtou këtu kjo zgjidhja. Andaj shejtani mëson me kë mu lidh, dhe ku mu rreshtu dhe si me u pozicionu. Jo ai që na mëson, po betejë me të, armiqësia me të na mëson këtë.